Lufta në lindjen e mesme dhe tensionet me Iranin kanë dominuar sot mbledhjen e liderëve të vendeve të G7-s, ku dhëhesit ekonomik më të fuqishëm të botës kanë kërkuar ulje të menjëhershme të tensioneve dhe rikthimin e dialogut diplomatik. Takimi u zhvillua në Francë dhe u fokusua kryesisht tek pasojat globale të konfliktit, sidomos rritja e çmimit të naftës, rreziku për ekonominë botërore dhe siguria në rajonin e Gjirit Persik. Sipas deklaratave të publikuara pas mbledhjes, vendet e G7-s shprehen shqetësim të madh për përshkallëzimin e situatës dhe ndikimin që lufta mund të ketë në tregjet ndërkombëtare. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe vendeve të tjera anëtare theksuan nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik global. Ministri Gjerman i Financës deklaroi se G7-a është forum i dur për të diskutuar mënyrat e përfundimit të konfliktit me Iranin dhe shmangjen e një krize më të gjerë ekonomike. Në fokus të diskutimeve ishte edhe ngushtica e Ormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme për transportin e naftës në botë. Liderët e G7-s kërkuan garantimin e lirisë së lundrimit dhe shmangjen e sulmeve ndaj civilëve dhe infrastrukturës strategjike. Ndërkohë, tregjet financiare kanë reaguar menjëherë ndaj tensioneve me rritjen e çmimit të naftës dhe shqetësimin për inflacionin global. Ekspertët paralajmërojnë se një konflikt i zgjatur mund të ndikojë drejt për drejt te ekonomitë europiane dhe çmimet e energjisë në të gjithë botën.